Të organizuar edhe takimin në mjediset e restaurantit tek parku i qytetit, ku në këtë takim të ngrohtë dhe mobilizimi fuqishëm bra me banorët e nëndegëve të PDK-s, Terzi Mahallës, Lagjës së Trimave, Bajram Curi dhe Malësisë së Vrinit. Vendosshmëria e qytetarëve për ndryshim. Me këtë rast para të pranishmëve, edhe njerë ka folur kryetari i komunës Shaqir Totaj. Ai tha se ne duhet të fitojmë për faktin se PDK-ja duhet të fitojë. Është fakti se Bedri Hamza është më i miri. Është fakti se përvrehet që energjia, entuziazmi e Elani nuk mungon edhe përkundër faktit që këto do të jenë zëret e katërta që janë marrë gjatë këtij viti. Së shkurt kemi bërë zgjedhje nacionale, e kemi përmirësuar dukshëm rezultatin. Tash në 25 tetor unë jam optimist i madh që hala më tepër kemi përmirësuar rezultatin, për shkak se me këtyre 4-5 viteve të fundit e kemi bërë një grupacion politik të cilit besoj se ja vjen asnjë përmend emrin se çysh kanë performuar, çysh kanë qeverisë, çfarë pasojë kanë sjellë Tiranë në çdo aspekt edhe në çdo kriter të jetës publike edhe private. E kemi bërë një grupacion politik i cili ka qenë në çdo udhëheqës historik të matret Kosovës kundra pavarësisë Kosovës. Si ramuje, si negociata për planin e aksesorit, si në çdo fazë tjetër, as nuk e ka njoftë flamurin, as e ka njoftë himnin, as e ka njoftë institucionet, as e njohin gjyqësinë, as e njohin prokurorinë, e shohin edhe gjykatën kushtetuese, e kanë instaluar një gjuhë të ligjimit, një gjuhë të shakës, një gjuhë të ofendimeve. Në aspektin ekonomik e kanë degraduar komplet jetën. Në aspektin e luftimit korrupsionit që kanë pas fjalë të forta, në fakt nuk kemi pas kur çfarë luftimit korrupsionit, po kemi pas korrupsion hala më të madh se përpara. Kjo mbështetje e madhe është mesazh i qartë se PDK-ja mbitet forca që bashkon dhe ofron vizionin të besueshëm për zhvillimin e Prizrenit dhe e gjithë Kosovës.